Ka nisur në Universitetin Fanoli të Korçës procesi mësimor për programin Formimi vazhduar në fushën psikopedagogjike. Ky është viti 2 të radhazi që ofrohet ky program studimi, i cili përmes një semestri ju ofron studentëve njohuri, aftësi dhe kompetenca të nevojshme për ushtrimin e profesionit të mësuesit. Është program i cili është miratuar me udhëzim të Ministrisë së Arsimit dhe Sportit dhe parashikon aftësimin në fushën psikopedagogjike të gjithë atyre studentëve që kanë mbaruar master shkencor, duhet theksuar kjo, në disa disiplina. Udhëzimi ka të përcaktuar qartë cilat disiplina, si master shkencor në histori gjeografi, në gjuhë letërsi, matematikë, ekonomi, në shkenca kompjuterike, në biologji, kimi. Në përfundim të programit, studentëve u jepet një certifikat për formimin psikopedagogjik. Pas përmbylljes me sukses të programit të studimit, studentët kanë të drejtë të ushtrojnë profesionin e mësuesit sipas fushave të tyre përkatëse në sistemin arsimor.